Aleanca Demokristiane e ish ambasadorit Zev Bushati u bëri thirrje e forcave politike parlamentare që të japin konsensus për Josefina Topallin, presidente republike, emrin e së cilës Bushati tha se e kanë propozuar të parët për këtë post. Aleanca Demokristiane është e para parti politike që ka propozuar kandidaturën e zonjës Topalli për presidentet të Republikës. Ne vazhdojmë ta mbrojmë propozimin tonë. Presidenti Bamir Topi demonstroi pa aftësi dhe inkompetencë në kryerjen e detyrës. Qëndrimet e tij me influenca të qarta politike, duke mbështetur haptas të majtën socialiste, nuk i kanë shërbyer rolit kushtetues të presidentit si përfaqësues i unitetit të popullit. Topi ndonë se i ardhur si president nga e djatha nuk firmosi ligjin për lustracionin i cili i mungon sot Shqipërisë. Aleanca Demokristiane e konsideron të pafalshme që vendi që ka vuajtur më shumë nga diktatura komuniste ende nuk ka një ligj të tillë. Aleanca Demokristiane shpreh keqardhje se Shqipëria dhe Bielorusia janë të vetmet vende të Europës Lindore ku nuk ka ligj lustracioni. Pse heshtën zyrtarët e BE-s dhe të OSBE-s për mos realizimin nga ana e politikës shqiptare të këtij rekomandimi të Këshillit të Evropës? Aleanca Demokristiane sipas Bushatit si një forcë e re politike dhe pa mëkate në të shkuarën, mori një rezultat të kënaqshëm në zgjedhjet vendore të vitit 2011. Për zgjedhjet parlamentare ajo pretendon të fitojë 3 deputet dhe një post ministror në qeverisje. E rëndësishme thekson Bushati është që të garantohet vota e çdo qytetari.